Eduard Shalci, njohur ndryshe si idioti i dobishëm i rilindjes gjatë mbledhjeve të Komisionit të Ekonomisë, kur raportonte KLSH, ka dalë haptazi kundër këtij institucioni, duke filluar një betejë të paprecedent. Eduard Shalci zgjodhi një mënyrë të neveritshme për të sulmuar KLSH-n, duke përdorur emrin e Mimoza Dhëmbit, drejtoreshe e buxhetit në Ministrinë e Financave, prej gati 3 dekadash, e cila ka punuar me ministra socialist, demokrat dhe njerëz të ndryshëm, por gjatë gjetjeve KLSH konstatoi se zonja Mimoza Dhëmbi kishte pasur disa problematika, shkelje dhe është rekomanduar largimi nga detyra, por Shalci e personalizoi këtë situatë duke ushtruar presion ndaj kreut të KLSH-s, Arben Shehut, gjatë raportimit të tij në Komisionin e Ekonomisë, por sot komiku që Sharaku Shalci i përdorur për interesa të caktuara politike ka heshtur. Shalci thjesht dhe vetëm u bë komik, si klonët e cirkut, doli dhe tha një tuf me budallallëqe, duke hedhur një gur në lum, si ajo shpreha, hedh një budalla një gur në lum dhe 100 të mençur se nxjerrin dot. KLSH ka raportuar në Komisionin e Ekonomisë, prisnim që Shalci të dilte dhe të na tregonte problematika, por duket se e ka mbyllur sjepin. Pra s'ka patur gjë parimore dhe asgjë të vërtet në ato që ka thënë, por duket se ka sulmuar KLSH-n për interesa politike dhe nuk dihet çfarë interesash të tjera që fshihen pas, që mund të jenë edhe korruptive, pasi Shalci nuk mund të jetë i tillë që të përdoret si klon dhe të bëjë si komik pas një qëllimi.